çka ka mungu të to që me u forcu prap ose me ardhë në këtë trup votuese, si më thonë, lëvizjarët vendose ose edhe ma shumë tash. Tek LDK-ja, edhe të secila parti besoj shumë afërmendsh edhe logjikshme çdo është me kënë që e para mi rahatu çështjet e brendshme si filles që me pasi do shtylla të forta për me qëndru mbi do pozicionet forta, me kriju identitet, frym, kauz, mrena për mrena, madej me dali me u përball me forcat të jashtme dhe me faktor të jashtëm, që disa i ki ndorë, disa nuk i ki ndorë. Ama pa e pas që premis shumë të fort, pa i pas ti mrena që qëru me hesapët, me mrena partis, nuk mund është se je shumë, se me thonë, fragile ti me dalë me u përball me një forcë politike, e aq ma shumë fragile me u përball me lëvizjen vendose, me këtë fuqi politike që e ka. Tash, të faktorët e brendshëm të LDK-s, na i kemi përmendur disa herë, edhe mos me pas asnjë pikë, si më thonë, informacione. Ti mund është me vrejt që përplasjet në kulmin e fushatës elektorale, në ana LDK-s, janë më të rëndësishme përplasjet e brendshme, kush është treshi, kush është katëshi, kush është pesëshi, tjera, se sa përballja me Albin Kurtin. Kjo është e para, dhe pse ka ardhur deri te kjo situatë, është edhe përgjegjësia e liderit. Lideri nuk mundet më mshef mrena, se me thonë, taborizimeve ose me lënë fajt e taborizimet e brendshme. Lideri është aty për me i sanu krejt qarjet e mundshme. Nëse s'mundet me i sanu, atëherë duhet me marrë përgjegjësi. Ose duhet me ardhë dikush tjetër që i sanon, ose duhet me dhonë një shpjegim pse s'ka mujtë me i sanu. Pra, kur bëhen evidente përplasjet e brendshme qatë shumë në një betejë të jashtme që e ki me Albin Kurtin, atëherë diçka s'është në rregull mrena. Ti s'ke mujt, ose largoj që është për të zona, pra nëse ki dorë të hekur, nëse ki vendime, nëse ki vetë besim, largoj e krejt strukturën e vjetër. Thë, unë me të rritë, ka me qa terenin, ka me dëpërtu, edhe ka me mri fuqin elektorale që e mritë. Ose lej krejt. Ose lej krejt. Për faktor të brendshëm, pra pa pas që to, shumë që të dimenzion shumë të fuqishëm, se më thonë, ti s'mun është mu përball me faktor të jashtëm. Të jashtëmit na i përmenëm, diaspora, keq përdorimi i buxhetit, caktimi i datës së zgjedhjeve, letrat e Albin Kurtit, që është faktor i jashtëm, po ti krejt nëse 20 faktor të jashtëm i rëndit, nëse si e i fuqishëm mrena, ti s'ki vaktas mu marrë me faktor të jashtëm, ose se ki manën e këfjelt, s'ki pozicionime të duhuna, s'ki pozicionime qëndrushme për më marrë me faktor të jashtëm që të vinë. Se letrat e Albin Kurti, na këna thonë. Po edhe shkurta, menon që ka pas krejt çështjet e zgjidhura LDK-ja mbranda? Jo, veç ta probleme ka pas. Se më thon taktizime. Do ose Meten kanë qenë domethënë të njëjtin problem, po numër e kanë pas. Që tash ku hin në lojë faktor të jashtëm për shembull. Nuk e ka që ky faktor nuk është që e ka ulë LDK-n që tash. LDK-ja na dim që gjithmonë ama sulmet pozitive me pas probleme me partisë. Ku pse ka rëndësi? Veç një minutë nëse nëse përplasjet e brendshme janë, si më thonë, evidente. Po brashkëm me veç një sanë. Ato mujnë me qenë të vëllu mrena dhe një pike e vëllimit mundet me ardhë ku një faktor i jashtëm i nxjerr në sipërfaqe në një moment caktuar. Na kemi thënë vazhdimisht, pse Albin Kurti po merret veç ose kryesisht me LDK-n. Dërgo letër një herë, dërgo letër dy herë, sulmo Hikmetën, sulmo atjetrin. Pse? Se është e përqarë mrena dhe mundet elektoratin mja përqarë edhe ma shumë dhe me ardhë në këtë rezultat. Pse po merret me LDK-n tash kemi marrë përgjigjen, se ka minus 50.000 vota. Edhe PDK-ja ka qenë përqarë. Mirë po elektoratin e LDK-s se ka E përmbylla me 20 sekonda. Pra, krejt përgjegjësia e liderit është qëndron në faktin që me kallëzu pse ka ose pse nuk ka rezultat. Tash, një këshill kështu prej, se më thonë, jo prej dashakeqësisë, është që na përmenëm për Lumir Avdigjikun, është që edhe pak me rujt një lloj modestie. Nuk mund është me dalë edhe me usill si mi pas 50% edhe me pruqet rezultat. Do më thonë, Albin Kurti, me këtë arrogancën e vetë të 9 shkurtit të këtij viti,
Dhe me këtë fuqinë e tij politike se na po e dim. Se çka fat arrogancë lumire. Zonë, këtë shumica e paraqitjeve kanë gjallë një lloj ndjesie që Lumir Abdiqi ku është usil në shpërputhje me fuqinë politike që e ka. Dhe këto të ndjesia të elektorati, një pjesë e elektoratit të LDK-s. Të një pjesë e elektoratit të LDK-s. Dhe Albin Kurti, me këtë arrogancën që i falet, sepse ti merre listën e VD-s, prej 20 deri te 110, pa emrin e Albin Kurtit, që me qiti Farkufini, asë njoni s'kishë bëjtë më u bë deputet. Ama ti, kur je lider, më të thonë, merë përgjësi mbi paraqitjet e tua, mbi performancën tëne, dhe unë e thash, nuk është kjo në farë dashakërësie. është për me kallëzu që disa rezultate i meriton disa... LDK-ja ka ronë në zero pa Lumire heq. LDK-ja ka ronë për tokë. Vetëm se zona e sulmej për mu, pa drejtësisht, Hikmet e Bajrami. Unë se sulmova kërkon të leo, unë këtë i da mendimet e mija. Ashtë nuk jam garë me LDK, ashtë nuk LDK ka pranu që që është e vërteta. Zonë, si mas postimit saj. Thot, që që akëm thonë unë, me 2 nëntor 2025. Unë bashkë heq nuk e kam problem listën serbe, sepse kur në jetë nuk kam komunikuar me asë një antar të listës serbe. Kur në jetë nuk kam koordinuar punët e shtetit, pagat e veteranëve me listën serbe. Kur në jetë nuk kam folur me Radojqiqin. Prandaj nuk e kam hiç problem listën serbe. Problem listën serbe. Mund të përgjigj ata. Ne jemi drejt, që më thon minimalisht. Që më thon zonja Hykmete. Ne respektoj pozicionin tënd, nëse ti thua. Nëse ti thash nuk më lën mua më përgjigj. Viç pak se jo në kom detyrim si moderator. Pra më mbrojt dikën. Që nëse i thot dikush me montazhat të TikTokit, i thot që ki thonë kështu. Pra, ajo ka thonë në një kontekst të caktuar. Unë s'kam problem thot, se unë s'komunikoj me ta. Unë s'kam komunikuar me ta. Kjo është problemi. Kjo është tash edhe ky problem është. Çush ka mundësi zonja Hykmete ka qenë ministre e financave në kohën e Isa Mustafës kur ka qenë koalicion me listën serbe. Çush nuk komunikon ju ti me dikon që i kin koalicion? Çush ka mundësi? Çush ka mundësi? Në Abdullahotit. Jo, ka qenë edhe jo, ka qenë ministri i tregtisë dhe industrisë ka qenë. Jo, ka qenë e tregtisë, okay, kërkoj falje. Ministri i tregtisë dhe industrisë. Si ka mundësi? Si ka? Jo, kemi problem me rënën leu këtu. Edhe standardet që i ndjek të vetëvendosjes. Nëse vetëvendosja e ka bo haram, se po them këtë gjuhën popullore, me folë me listën serbe. Tash kjo delta qëre na s'kena folë kërë me listën serbe. As pas ke folë, pse ke pas në koalicion, pra, pse ke hyke je kanë ministrë në kohën, kur ti ke pas koalicion me listën serbe. Kjo të regon pasaj edhe për hipokrizi këtu. Dalë edhe për qasje komplet tjetër. Leo, kjo ishte njëra prej çështjeve që dashta me ngritë, se ajo është manipuluesi e tillë, sepse qëndrim zyrtari i LDK-s edhe i thonë edhe nga vetë zonja Bajrami është që praktikisht LDK-ja nuk ka komunikim në asë një formë listën serbe. Nuk e kom problem kuptimin që se kemë barë listën serbe. Jo, nuk e kemi barë, ka thonë kontekst me zonë, nuk e kemi barë në listën serbe, e kanë tjertë barë, nëse kemi si LDK. Kjo është qka. Nëse pas komunikim, s'ka pas kur, unë s'mendoj që s'ke pas kur, sepse i kanë ministrët një të ngo, i unë tavëllin qeverisë Jo, nuk është tjetër. Nuk është tjetër, si kjo duhet me dalë me thonë, po, duhet me kanë qeveri, sepse na obligon shteti jo. Krejtë në regull është e pjesë, po ti po fletë prej aspektit të opozitës në këtë situatë. Dhe manipulimi, edhe përmes videove të TikTok-ut, i këti për t'lut, na veç se nuk të ndërhyta, manipulimi në këtë format natyrisht që ka qeni dëmshëm për LDK-n. Edhe ndështë është dasht me u qarcu ekstra ma shumë edhe gjatë gjithë fushatës, por qëndrim zyrtar i LDK-s është se nuk komunikon me listën sërbë, s'ka këto e deni mirë. Apo jo? Kështu që tash, kjo çështje është e konsumuar në këtë aspekt. Tash nëse binë qytetarët prej e manipulimit, edhe atëre në regullim. Sepse qartësia ka ekzistu. Edhe në këtë aspekt ka ekzistu. Jo, s'ka ekzistu. Të apëshit që s'ka ekzistu. Pa mirë. Pa ka ekzistu për juve, mbranda zyreve të LDK-s, po jo jashtë. Ka ekzistu qartësia po ashtu edhe në zhvillimet që ka ndodhë prej shkurtit deri në dhjetor. Edhe nuk ka në asnjë rrethon, unë pak të personalisht, pra po thëmë, në momentin që fillojmë me bo një diagnostifikim të gjendjes të LDK-s,
na duhet të nisemi gjithna që jemi pjesë e strukturës e LDK-s, edhe të listës e LDK-s, edhe të gjejmë shkaktarin e këtij rezultati.